na e kena marrë vesh për Zenel Mzim që ka ra dëshmur në do pozicione shumë ofër forcave të armikut, në 30 metra. E ato e kena marrë lojmen Rambo, Rambo, Fadil Deliu edhe Bajram Johaj Mitrovicës kemi shku për me tërhik, mos me lën forcat e armikut me marrë kufumën e Rifat Mzivit. Zenel Mzivit, më thënë. Po, jena zhjirë, po është atje pa pozicione e kena luftu në atë pjesë dhejeri sa gati në kanë hargju edhe fishek. Bajram Joha ju hargju në fishek të atina, i kena thonë shkë të regojë shokve që mos në gjujnë se qatë që na hinë rëzek, jetë vdekje na hinë. Ju kena thonë shkë të regojë shokve që mos të afruen forcat, mos në sulmojnë shok të unë, se na hinë në repozicione na hinë. Ai Bajrami u shkua e ka të regu, të akun parin e Rifat Mzim. E ka të regu, ka thonë, sa mija me vlo atje pushta me një shok, janë të luftu. Ato Rifat Mzim u ardhë të i vrapu edhe të shtenë sa të mujtë, të shtenë në forcat e armikut. Ato ja kom pra krahërurin, veç që si pe këtë gjakë Rifat Mzim, se ka qenë edhe vape mollë, të gju sa të mujtë, e ka pas një karabin 3, M48, që mos më shtërngu fërë të e të rëzajke, qaqë shumë arme e rej, u konë edhe e ka pas shumë, e ka pas shënjesër në mirë. A është Rifat Mziu ai që e ka gjujt helikopterin, apo? Po, Rifat Mziu është protagonist i shumë betejave, ato të regojnë në ata shok që në konë, ato me thonë, mos të ishte Rifat Mziu, që i ka hejë për funë helikopterit, e ka gju, sa ka mujtë 3-4 karikatura, ja ka zbrapës helikopterit, edhe ato e ka pështu Sabit Gecin, se Sabit Geci ka qenë një plagusën edhe gati helikopteri veç ju ka lëshu me... Që të deshta prita, cili ka qenë roli Sabit Geci, se unë e ka mekë? Po në po të regoj pak 2 pika të shkurta për Rifat Mzim, që po të ka pështu Sabitin, që ashtë të realiteti është. Po kun vetë, thash, armën e parë Rifat Mziu ku e ka morë, Ramadahuti ka full drejt, tha, armën e parë, tha, e na shku të Sabit Geci ka morë. Trimit, ku të jepsh armën, është i vlefshëm, ha? Pse, me qatë armë që ja ka jep Sabit Geci, a përshej ka orë puna në helikopter me gjumë, me ja pështu shpirtin Sabit Geci. Sabiti ka qenë i plagas të ranë, ka qenë, krejt gjak ka qenë. Edhe, ku e kanë zirë Golinovë në laus, prezident jam konë atë, në lejse që të e kam pru që ty be njeri shnush, me uniformë, normal kështë me najtë, u ko rëzik. Miku dhe sa që mu i ke maradili dhe e në zërt, e mërt atë Golinovën, dhe më honë, aktiv ka qenë. Edhe që shkum të gjuën e luftën, ku e kanë vonë rezultat 3, Veta Dëmjashore kish pas thot 10.000 pasi Sabit Geci, djallë ma të rrët luft në front. Bravo. Kam të qef kuj mësë